më thënë, e kam unë pak natyrë, unë më ka ardhur pak nga mënyra se si e kam patur jetën para kësaj eksperience, e kam dhe pak se ndoshta edhe mosha, ku diun, se edhe këtë si argument më kanë dhënë shumë njerëz këtu brenda. Por që ka të bëja mosha, mos e merr dhe kështu. Se thash, nuk e bëra. Nuk e lash më njëri. Mosh nuk është dobësi. Bravo, thash që mund ta kem edhe pak nga mosha, që jam impulsive dhe marr zjarr shpejt, ndoshta. Moshën tate. Por që është një gjë që nuk është se i bie pishmani, se në 2-3 paktën jam shfryrë. Kur e kam bërë, e kam nxjerr komplet atë çka kam menduar, por që sigurisht. E ke thënë atë që ke dash. Bravo. Sigurisht kam kohë për ta ndryshuar nëse do që ndrojmë. Është krevati. Krevatin të tregoj unë ty edhe pak. Edhe pak je. Dëgjimili. Gjithsesi unë u kënaqa shumë. Faleminderit shumë Big Brother që nuk na vurit ajo konferenca edhe ne hëngrëm një darkë shumë të qetë, shumë po, patjetër. U bë shumë mirë. Tash edhe të vetë më vjen mirë. E di si do jenë të konferenca. Besoj se ndam ca mendime sinqerta. Bëm shejt lojën edhe ashtu nuk i vajtëm kështu tërthora të fillon. Unë do doja as ironira dhe gjëra nuk përdorëm, i tham gjërat sinqerisht. Pas shere dhe ngritje. Po gjëra se pra ne na sollën këtu. Ti ishte për atë pjesë, tabel qiti atje poligon edhe bjeri, kush të vi. Ne pra ne jemi këtu. Por problemi është që doja thoja, unë se harroj, që po patë mundësi, ne të tre, ta vazhdonim të qetësi që kemi këtu. Edhe jashtë. Edhe jashtë, po nesër është se s'ka më kohë, se njëri nga ne do iki. Unë përgjithsisht e kam bërë këtë ditë. Por a mund ta lëm të qetë që mos dalim të dera dhe të fillojmë prapë ti ma bone, unë ta bona, unë e kështu, ta lëm të gjëm këtu me qetësi. Sepse jam knaq pafundësisht. Po edhe unë do ta prishje. Edhe nëse do vish atje të ma bësh çu, edhe nëse do të dërgosh një njeri tjetër që të vit ma bëj këtë gjë, nuk kam për tu përgjigj vëlla. Se me këtë shej, me këtë shije që isha këtu, me këtë dua të sonte, se jam i sigurt, më beso, jam i sigurt, më pret mali të dera. Edhe do merrem me malin. Dhe mos më fut dhe ti, kupton se jemi mirë këtu me këtë qetësi. Në fakt nuk mendova që do na shkote kaq mirë, se duke u marr pak shkas nga situatat e paraditës. Ishim gjithë në ishim gjithë pak kështu në maj me njëri tjetrin. Përveç me edhe Euxinit. Juve gjithmonë nuk jeni... Patru një lloj xhelozie ti për marrëdhënie. Xhelozia! T'jam bëty xhelozia! Të vërtet, le tash apo flasim pa doreza. Ajo më njeh shumë më mirë se ti. Ti nuk më njeh shumë. Ajo më njeh shumë. Se diskutoj. Ka komunikimin me sy dhe është situatat siç na kanë sjellë kjo gjë. Unë, në marrëdhënien që ka Selin me të gjithë njerëzit këtu, nuk jam xheloz kur, vetëm për një gjë. Po, pa e ke treshur në njerë ose ke dashur në vjetë. Të është pjesë e lojës me plak. Tash apo lujme, apo jemi të shtëpia e kushuririt. Pavarësisht se nuk ja ka arritur që Mimi, bravo të Zemiri. Sepse në momentin që unë kërkoj ku është ku bëj, kjo është pjesa e lojës, strategjia ku jemi, ç'a bëhet, ku shkon. Dua ta ruaj mos e kabritare, nesër do ta godas, ta nxjerr nga krevati, ç'a do bëj? Si ta nxjerr? Oh, si do dali, unë do kërkoj vllajt madh sa defa këtu, ta nxjerr. Dëgjoj, këto kapen kështu si puzzle tani dhe lidhet kjo, ai do ta nxjerrë nga krevati. Ua, del atje te portale. Me do ta koreografi. nxjerrë, po nuk e nxjerr dot. Ja, të them sinqerisht, e kupton, nuk jam xheloz kur për marrëdhëniet që ka ajo me banorët e tjerë, sidomos me ty, ta dish. Sidomos me ty. Por, se ja ka, edhe nuk i kam thënë asnjë lloj fjale, edhe nëse ti ke qenë në një moment kundër ose. Po. Ja ku e ke, pyete, e ke përballë. Po të gënjen. E di. Nuk e besu shumë as kur nduk. Kështu që Ta shohim. Ja.